Përshëndetje dhe mi se vini me Noli Show, Noli TV, ja pra këtu jemi nalën në Manhattan, kemi ardhur në Royal 35 Steakhouse. Me qenë se shqiptarët e tonë janë atë shumë të suksesshëm, besoj që hala nuk e kanë nisë punës, du të shkoj të azon pronarin. Nëse është të, hajde shkoj. Besoj që kam e gjetë pronarin këtu të punu, por nuk e besoj që pronarët punojnë, po besoj që kam e gjetë në duke nejtun edhe duke shiku se qka është u bo. Djemasi e një mirë, apo lodhemi, ma në fund e gjetëm edhe pronarin. Përshëndetje, si e, a je mirë? Si po kalon? Mirë, është një knesi e madhe, me të vërtet adem duhet përshëndesë dhe me kohë jam lëvdu për marrë me pa këtë vend të bukur. Suksesi juve nuk po ndalën. Suksesi ytë vetëm po hecë para. Dhe të jetë një steakhouse në mes të Manhattanit, jo shumë largë prej Empire State Building, suksesi shqiptarët. Si e? Mirë. A ka mundësi me të regu, a ki kohë në herë të lirë të jemë? Po, e të më kërë flajnë 4-5 orë. Atër kom fot lirë, për ndryshe. Restorani është një industri shumë dinamike dhe shpejtë dhe ka përgjithësi në aspektin kohor. Do më thonë, koha është ajo që ti shpenzon ma shumë ti në restoran. është vetë me industri që ti vërtet duhet me shpenzu shumë kohën to për me mëri një sukses caktuar, kujton, për ndryshe është me konkurencën e madhe që ekziston në Manhattan, kujton, duhet me qenë ma i miri, duhet me qenë ma i sjellshmi, duhet me dhanë servisit ma të mirë kostumerave, duhet me dhanë ushqimin ma të mirë, edhe ne shqiptarë që i kemë tradita, kujton, gjithmonë që kostumerat i presim, me një bujari, me një knasi ma të madhe, kështu që Amerikanët e këshmojnë shumë. Unë e kam zitu sot, kam ardhën pak ma herë se disha që prej orës 4 restoranti hapet, edhe thash sa të qoftë pak me marrë një pamje para se edhe pastaj me shikue se si shkon ky vend këto. Me qenë se ne nuk do të lëmë vetëm me këte, se kjo ishte vetëm një spontanim, dhe me thonë, një rrugë që e pata, edhe kisha qef me të pa, edhe a ka mundësi me nga tregu kur ka fillu kërë restorant edhe në cilin vit? Na kemë qërë këtë restoran edhe i kom në 2 partnerët tjerë në vitin 2016, tonë kemë fillua. 2017 në janar e kemë hapë officially, dhe më thonë, në rezultarë. Kështu që dhe në 2019 ka marrët hobin e vetë, po 2020 e Covid edhe unë bëllë shdo gjonë, kështu që pas të një viti pa ubës që e kemë po, e kemë rihapër sërija, kuptonë, edhe pas taj si kuzit që kanë kemë këto masat e përkoshme, kuptonë, për Covidin, e mbyllshin, nga do njëherë në lejojshin që të him 15% mrena, 20%, do njëherë 30%, do njëherë thoshin nuk duhet mrena, po jashtë, kështu me radhë, kështu që jashtë obojit restoranit e kemë hap një si, kuptonë, po thuaj se një hapësirë provizore, që për mi prit ata kostumerë, kuptonë që vërtet ati u patëm shumë arë këtu. Pastaj mas një viti, kur hapin komplet, fillun në arë dhe e majtëm. Beso, unë djeva aqë mirë dhe aqë i privilegjun, aqë i gëzuar kur pasha dhe djemosha tonë të Kosovës që ishin kanë të punu këto, edhe folën Shqip, deri sa erdha bëtëzon tyje, edhe pash, por ky vend njifët si një vend me një mish shumë special dhe tradicional si thuhet një steak. Edhe besoj që sot këna me hangër një steak edhe këna me pa se qysh bëhat e steak. Nga e mirë një atë mishin edhe kam dëgju që duket e bini fresh edhe na tregu pak ma shumë. Shiko, mishin e bim fresh, absolutely, so shumicën e rasteve e bim prej Nebraskës. Por kualiteti i mishit është klasa e parë, prime, gjithmonë. Ato e majmë, kështu që ku e bim këtu në walk-in box është aty edhe na e terim për 28 dhe 30 ditë. Nuk është ai procesi një si ku që terim na mishin diku e tjetë ne, por pak më ndryshe, është një temperaturë në mes 4 dhe 5 gradë Celsius, edhe ka të fenat që fryjnë, kupton non-stop aty, kështu që ai kur actually teret, do të thotë që zvoglohet në mas për 5 dhe 7% për ati që o fresh. Pas 30 ditëve, 35 ditëve, kur e prejmë, pjekim në një furë që i ka 18
Fahrenheit, do të thonë 1800 Fahrenheit grad. Kështu që për 5 minuta deri në 20 minuta procesi, basisht se si e kërkon kostumeri. Prej dënorërer, deri te Voldan, do të thonë është një proces për 25-30 minuta, edhe pastaj kur e hanë mish është mishi më i mirë që keni provuar ndonjëherë në Amerikë. Kështu që këtu kostumerat e kupton e çmojnë kualitetin, e çmojnë servisin dhe e çmojnë ato pritjen që e bëjmë ne. Ato 3 gjëra duhet për me qenë suksesshëm në restoran. Kështu që ne kemi qenë gati për një 4 vite, 5 deri që tani mund të them, një prej restoraneve steakhouse më të mirë në New York. Edhe në 10% të gjitha restoraneve të botës. Sa ju vizitojnë shqiptarët e tonë dhe sa ju vizitojnë parlamentarët tonë shqiptarë që vinë? Po shiko, vinë, shumë vinë, edhe nga Kosova, edhe udhëheqësit politik, edhe dhe më thonë figurat ndryshme intelektuale, por me të thonë vetën unë i falenderoj shqiptarët, kostumerat që vinë këtu edhe e përkrajnë restoranin, për gjitha anëve, kështu që tash është kjo koha e këtyre social media, ku do qofë që e prejko, kupton të jeshtë se atëre kostumerat, apo sërqërisht turistët, ata dhe më thonë, kur vinë e vizitojnë New York State Empire State New York, kjo buildingun e Empire State, aty e kanë afer, shofin cili është restorani më i mirë. Shqiptarë. Pra të nderuar, shikues të dëgjues që na ndëgjoni të gjithë, neve është një si e madhe që të vini këtu afër Empire State, ku është një restoran shqiptar. Po nuk është të thënë që ky vetëm të pret me buzëqeshje. Unë sot kam marrë në kas ta falenderoj për një gjë, një vepër që ka bërë një gazetarës tonë, Blerina Moçollit, që me të vërtet i ka gjetë edhe punë, edhe ka vendosën, jo që ta marrë për shembull në punë këtu, po derisa e ke kry punën, kjo është një shënjestër e madhe, zoti ja them që me të vërtet kjo për mua prek shumë, edhe kam kënaqësi që njerëzit që kur jo, edhe pse keni edhe bizneset e ju, mund të jeni në biznesin të ju edhe të s'kam kohë më marë, po ju mireni edhe ju ndihmoni njerëzve, kjo është një fenomen i madh. Po shiko, unë me thënë të drejtën, unë punon, çdo shqiptar që vjen këtu kanë defiluar prej që e kemi që restoran, po edhe jo këtu, po edhe shumë restorane tjera që kemi përbashkë me vllazët e mi, ne zakonisht në përgjithësi i marrim shqiptarë në punë, të them të drejtë, sepse unë mas që kam t'ja për një shqiptarit punë, kupton? Vëzumë që janë lokale, por në përgjithësi sepse edhe shqiptarët janë punëtorë të mëdhenj. Kështu që kur ta bësh një vepër të mirë, a kupton, është një gjë që unë e ndi veten shumë të kënaqur edhe shumë atë të gëzuar, sepse dikujt kom ndihmuar në momente të caktuara. Se nga ndonjëherë thotë një fjalë popullore, predikon $5 është shumë më i vlefshëm se predikon tjetër $100, so momente të caktuara ku ti ndihmosh dikujt, e ke ditë që ke bën një vepër të mirë, kupton, edhe njerëzit gjithmonë të kujtojnë. Kur thojnë ose kthehen për shembull Kosovë, Shqipëri, thonë po, është një pronar aty restorani, doktor Adem Sinanaj, na ka ndihmuar si kemi shkuar aty, s'na ka dhënë tash. Në të ndalim edhe pak. Një gjë që më ngacmoi, më preku, aq shumë është doktor. Pse doktor? Po doktor se në Prishtinë kom kryer në 82-ën kur kreva mjekësinë, a kupton, atëra ishte koha në Prishtinë atje. 89 kur bëllë universitetin, i qitën të gjithë shqiptarët, koha regjimit Miloševićit për Universitetin Shqip, kështu që u dash gati 1 vjet e gjysmë u konsideru shqiptarët edhe me vazhdua mësimin, kështu që në 82 kur diplomova në mjekësi atje, ishte rëmuj e madhe, ishte problem serioze, kupton edhe. Për 92 dhe 95 isha të i kërkua punë, të i mundua, por nuk mundta me gjetë vetën aty edhe erdhe në Amerikë. Kur erdhe në Amerikë këtu, kërkuja jali vogël, kështu që nuk mundta më kyç në profesionin tim, si u dash kjo kupton me pa shumë kohë të lirë. Pastaj e kom gjetë vetën përveçësisht profesionit tim është restoran. Atëherë, pra nuk do të lëm me këtë intervistë të shkurt, spontanisht që kam marrë në këtë, por do të jem shumë kurreshtar që të jetë edhe në Rock Hill Community TV në televizionin ton shtetëror, që të diskutohet edhe të tregohet edhe më shumë e më gjatë për punën tënde, për suksesin tënd që ka ardhur këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe me të vërtet jam shumë i lumtur, jam shumë krenar që në çdo hap që bëj të cepit të Amerikës, sa të qoftë takoj njerëz bujar, takoj njerëz
që e dojnë njëri tjetrin edhe u hapin dyert, me të vërtet afër Empire State të hapet kjo derë e bukur për shqiptarët e tonë, për pa marrë parasysh, kjo është një fenomen. Të uroj çdo të mirë, të uroj sukses. Faleminderit shumë. Do vazhdojmë të shihet të sëri. Faleminderit. Ma në fond e pretëm edhe fenomenin e kësaj punës t'juve. Ka mundësi me ditë se çush e keni bërë këta? Para se me pjeka, kështu na e prejmë, pjesë të vogla, që është sizzling steak, e qesim në flak, edhe e nxejmë këtë pjatë, është shumë nxehtë, a kuptanti, edhe kjo quhet sizzling steak. So, kjo këtu është porterhouse, anën e djathtë e ka New York strip, në anën e majtë e ka këtu filet mignon. So, në një copë mish, a kuptanti, që quhet T-bone or porterhouse, ke edhe New York strip, ke edhe filet mignon. So, i ke dy mishë të ndryshme, a kuptanti. Kështu që kjo është the best steak around the globe. Atëherë është një kënaqësi e madhe që nuk është të thonë vetëm se që po shërbehet ky mish aq i bukur, po edhe një gjë e madhe që po na shërben edhe shqiptari jonë. A ka sen më mirë se shqiptarët tonë kur kanë mundësi, ju jepet mundësia që të jenë së bashku me neve edhe të na gatojnë, edhe të na bëjnë ushqime të mira. Të përgëzoj për këtë punë, të përgëzoj për gjithë atë mirë. Kënaqësia jona është që edhe kem edhe një shok tani, njerin gazetarin tonë, të më njohur Vebien. Vebi Bajramin. Është kënaqësi që edhe ky puna bashkohet së bashku edhe nuk puna le vetë se mishi vetë nuk hahet pa dashamia. Qashtu është, sho, gjithmonë është ajo fjalë popullore që thotë, ushqimi i mirë është i shëndeti i mirë. Atëherë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Për këtë apo na tregon pak se çka mund. Kjo është kremi spinach. Na e quajmë kremi spinach po spinach organik që nuk i qesim bara asgjë, vetëm kryp, biber edhe blended. Do më thonë natural, është po mendoj spinaci natural. Për ata quhet edhe kremi spinach. Besoj që do të jetë një kënaqësi e madhe ime këtu që të ha spinach, që të bëhemi fort, që të frikë për emisionet e radhës kur ti kam në vijë. Absolutisht, ju bëhet mirë. Faleminderit. Mirë si keni ardhur. Mirë si vjen. Ushqimi i sheshëm për merak. Bëhet mirë, mirë si keni ardhur. Mos harroni qeveritarët tonë të Kosovës, Maqedoni, shqiptarët, Malizi, ku do të jeni, kur të vini në New York, të vini ta provoni këtë vendin e bukur këto, me të vërtetë që me lejë që edhe shija e shishme, por edhe mikpritja që ka qenë ka fantastike. Faleminderit shumë. Edhe uroj që të gjithë shqiptarët, kur të qoftë që na ndigjojnë e na shohin në kupton, kur të vinë në New York, e vizitojnë në Empire State Building, të vinë këtu e kanë afër, na vizitojnë edhe të vinë të provojnë ushqimin në stekun më të mirë në Amerikë, në Royal 35.